Vlorë, rreth orës 4:45 në lagjen Isa Boletini ka rënë zjarr dhe zhdjegur një automjet tip Suzuki në pronësi të shtetasit me iniciale KB. Si pasojë është djegur edhe një automjet tjetër i parkuar në afërsi tip Audi. Punohet për zbardhjen e shkaqeve të rënies së zjarrit dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes. Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin KB, 31 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se nën efektin e alkoolit ka dëmtuar derën e urgjencës së Spitalit Rajonal Vlorë duke goditur me grusht. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal ndaj shtetasit GT, 41 vjeç, banues në Sarandë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëjetuese së tij. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.